Shembull për luftave speciale është edhe akuzat e hoxhallarëve në Kosovë konkretisht, po edhe vazhdimisht në tokat shqiptare kundër hoxhallarëve që folin për ekstremizmi i dhunshëm, terrorizmi, radikalizmi, këtë janë luftë speciale. Normalisht një familje jo shumë e ngritur fetarisht, pa informatat mjaftueshme mbi fen, kur i shef lajmet vazhdimisht se për shembull doktor Shefqet Krasniqi është akuzuar për terrorizëm, a deri dje ka ditë si hoqë të mirë që ka mësu popullin ka hajri, ka e mira, ku edhe që ka në konë terrorista, sa i mon, thot, i akuzum, ta e bëjnë usas, ma i del terrorist. Kjo është një speciale. Pse me shkput ndikimin e hoqës prej popullit. Edhe me mbet figura e hoqës, dhe më thonë, e keqen në syrin edhe në veshin e popullit, po normalisht është ma e keqen me mbet si figurë negative në analet e historisë. Edhe çka ndodh kur akuzohet në një hoq për akuzat kësaj natyre që janë fabrikime, falsifikime, që i bën shteti zullumçar, ti shkon dhe klikon tash në Google për shembull, doktor Shefqet Krasniqi, lajmet e para që don i akuzuar për terrorizëm, këtë të muhabet e dojnë. Nesër do zoti edhe kështu ka me dalë me lejnë Allahu dhul xhelal, deli pa fajshëm me këtyre akuzave. Mo kur s'ka ati lajm, duli pa fajshëm. Veç i akuzu për terrorizëm. A i pa fajshmi, sa shkukon në i lajm. Edhe mbetet në histori se, në vitin 2017 është akuzu për terrorizëm filan hoxha, a nuk rritëm kërkon se a i ka koni pa fajshëm, po fatkesisht nga padresia e pushtetit dhe hiles, është shpalli fajshëm. Edhe kjo ndodhë, çdo hoqë sot që mundohet me punu për islamin, me shërby fen, sinqerisht, me pas frikë nga Zoti për argumentet fetare dhe mos me mashtru popullin me muhabetet kota, etiketet janë gatshme, ekstremist, radikalist, deri në terrorist. Kjo luftë speciale është. Edhe fatkeqësisht shumica e njerëzve bin këtë luftë speciale. Edhe shumica e njerëzve e hanë këtë karem. Edhe fillojnë me menu kesh për hoxhallarët. Pra çka ai mbreti çka kishte thonë, ma shumë dënoi musliman kishte thonë. A keni një atë tregimin? E kanë kallëzuar përpara hoxhallarët. Është mirë tani një shpesh këtë mesele, se juve ju godet xhamati. Po kishte thonë pse beti mbret edhe je musliman edhe musliman më shumë i dënu. E ka thonë që tash ju kallëzoj. Ka thonë shko merr në rabinin e çifutëve në burg. Edhe kishin shku e kishin burgos rabini. Pushteti aty mretit. Edhe këtë që i fut ishin mbledh, edhe kishin shku protesta para pallatit mbretëror. Ne keni pshet rabinin, pa fakte, pa argumente, pa drejtësi po bëni. Nxjerrënin se na pates mujna me jetu. Ajo është udhërfyes jon shpirtënor, ajo është një pari jon. Edhe kishin bërë protesta gjatë kohë derisa kishin bërë presion mbreti kishte shumë. Pastaj kishte marrë një prift krishter. Ishim mbledh komuniteti krishterë që thonë çysh be ju, keni fakte, keni argumente. Kjo na kemi avokaturë, kemi fakte, kemi domethënë që avokati dhe ta mbrojë, urdhëronin të faktet. Po jo s'ka fakte, po duhet me liru. S'mundesh si të kish shefti me veprua. Tu ka liri shprehjes, ka demokraci, ka ligje, ka rregulla, si ka mundësi ti me mshet njerëzit ku dushte. Edhe e liroj. Presion i madh. E than tash shkojmë ta mshelim një hoqë. Edhe shkon pushteti edhe mshel hoxhën. Pse akuzohet për larje të parave, akuzohet për keq përdorim detyrës, për abuzim me vakëfin, akuzohet kështu, akuzohet ashtu. Edhe xhamati me një qire për që kanë konë hoxha, pa hajdut be kanë konë, pa pas ka vedhve, po qysh be në pas ka mashtu kështu, po si pas me jetu. Këtë në folë me zveti, kush nuk shkon me mbrojt hoxhën. Akuzat që ja bëni padrejtisht pushteti, xhamati tha, çashtu kanë konë. A jeni të një o xhamat? Çfarë xhamati? A jeni dikun një asin edhe. Edhe në vese me shku me po protesta, me nxjerë hoxhën e vetë për burgut, e me qua advokat, e me nxjerë hoxhën për burgut, e me thonë bëllë padrejtësis, se kjo e shkatron shoqërinë, nisin xhamati me thonë, pas kanë pas fajbe që kanë folë për hoxhën, se kanë akon e vërtet kjo.
Pa mendoj, ai ka shku në ders te hoxha, tu I besu rejnave të njerëzve se kërë hoxha ka shumë para, hoxha I merë parët e njerëzve. Ka në kone vërtet kjo, ai ka shku në ders dhe ka dyshu. E tash kur u akuzu hoxha për kesh përdërim të fondeve për shembull, thot ka në kone vërtet kjo. Ti ke shku 1 vjet, 2, 5 vjet des, ka në kone vërtet kjo. Ti jenë të rëzia si jeti, nëse dyshon, mos shkope ta hiq. Mos të mashtro hoxhën, të kujtoj se ka shumë xhamat. E realisht pas ka pas ai asnjë. Andaj ai mbreti që thonë, musliman duhet më shumë me mshël se ata nuk dinë me mbrojt të parin e vet. Kështu po ndodhe neve sot. Politikanët vjedhin, mashtrojnë, plaskisin, vrasin, bëjnë atetate. Kur kush një fjalë se thot pra thonë. Hoxha gjatë tërë jetës mundohet me shërbi popullin, vatanin, të rit, të rejat, me la që nuk janë. Aso gjallak, mujnë me gabu. Ama gabimet e ty me krasim me shërbimin e madh që ja bëjnë nuk krasot. Aty këtë heshtin. Do mund të politikanë këtë heshtin, të gjallarët këtë thejnë po që shtu është. Ja vërdetojnë bilim, ja konfirmojnë. Andaj secili musliman që del në mbrojtje, dhe vëllaut vetë që akuzohet padresisht, Allahu atë ka me ngri në dunja dhe në ahiret. Dhe secili musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e tradhton vëllaun e vet, momentet më të fshirat e tij, Allahu ka më javnu një flamur në vend keq, edhe ka me shkujt flamurit tradhtarit. Nuk ka me ngula, në ahiret. Edhe ai flamurit tradhtarit. Kam frikë që shumë musliman kur akuzon hoxhallarët e tyre heshtin e nuk u dalin në mbrojtje normalisht me metodat shëndoshat logjikshme të urta, konform ligjeve dhe rregullave shteteve që jetojmë na. Ka më ngull ki honja atyve në atë vend keq edhe ka më shkujt flamur, në atë flamur, kjo është domethënë flamurit tradhtarit. Për çat do të më mat mirë këtë punë. O I o sije. O ije o sije. Me dy mene mos i kësaj pune. Se kjo ka domethënë është punë serioze, ka përgjegjësi. Fundi llogaria I jepet Allahut subhanahu wa taala. Andaj luftën speciale e kanë përdor kalumen faraoni, Nemrudi, gjithë mbretërit zullumçar e përdorin edhe sot pushtetet zullumçare. Edhe kjo është luftë speciale. Bënu I mençur, mos I ha forat. Ti të jetu me njerin 24 orë, I beson televizorit që ka folë për njerin që tire me te. E të në është e njëta. Në Balkan përgjithësi, do të akuzat kundrejt muslimanve, kundrejt hoxhallarëve që mundohen me aqaru islamin hakun vërtetave, janë gatshme, ekstremist, radikalist, vahabist, fundamentalist, deri në terrorist. S'ka dijet kjo punë. Ama na krejt një ditë kena me vdekë. Edhe këtë për Allah të kena me dalë. Jo me tu bëles seraj, thotë Allah në Kur'an, qka ditën kur dalë një shef sekretet. Se cilit për neve ka me I dalë lajtë që konë zemër. Qfa njeti ki pasë që ke shkutit e dersi hoxhës? Pse ki shkuti? Ke shku me mësu dinin, me shtu imanin, me regullu vetën, apo ki shku e ti me paragjykime, me paramendime, me kurtha, me hile, me njetet qia, me prapavi, ka me dalë qesh para Allahu të gjelar. Si atë gjanë pa dalë. Andaj thash, ai që të rafton, shire qëfar dënimi, qëfar nënshmi jep Allahu në ahiret ati. E paramendoni ai që vjen me paramendim, që të bën kurth e hile, që t'i futë o gjallarë dhe më thonë për shemull, si ku se ndodhë, vjen dikush pyetje provokative hoxhën, me qëllim që ta nxjerrë një fjalë, pastaj ajo fjalë të bëhet shkak që kapet hoxha keq. E më paramendim, nuk flas për ata që pa sherrë thojnë gabimisht pyesin ajo më tjetër, ama ata që me paramendim e bëjnë. Andaj, nëse faraonit nuk I kori sukses lufta speciale që I detyroi ka njerëzit me besu se ai është Zoti, edhe unë Allah e në nëshmej me marr shpirtin në fundetit, e Nemrudi, I cili theke unë kujdu jap jetë, kujdu ka du e mbys, e do të usmu që
e nikat zhurmën e mushkonjës, nuk mujke me flet gjithë natën, veç se të i ra kryes me këpuc, e dënoj Zoti Dhul Xhelal. Kështu të gjithë ata që përdorin luftë speciale për të shashtëris, për të shqetësu, për të fut të merë, do thot lemeri në zemrat dhe shpirtet e besimtarëve, me aprish radhët lëkin, me i frigun katër sabah me hiti shpia, me i shqetësu gratë dhe fëmijët, këtë ata që bëjnë kësi lloj zullumesh, ata Allahu ka me i denu në dynja para se me i denu në ahiret. Kanë me shiju ata në nëshmimin e dënimit Zotin në dynja para se me e shiju në ahiret. Ashtu si që Allahu i ka denu këta zullumqarë të mdhej, këtë ata që e urejnë islamin edhe e urejnë ata që thrasin në islam dhe i shqetësojnë, i pengojnë, i shashtrisin, u bëjnë në më thonë situatat vështira dhe të rënda, ata kanë mund në shmun dë një para se mund në shmun në ahiret, këse kjo është drejtësia Allahu subhanahu wa ta'ala.